Procesin integrues të vendit. Zbatimi i rekomandimeve të Bashkimit Evropian për sistemin e drejtësisë do të jetë prioriteti kyç i Ministrisë së Drejtësisë. Kjo është deklarata e ministrit Eduard Halimi gjatë analizës së vitit 2011. Halimi tha se viti 2012 do të jetë viti i implementimit të planit të jashtëzakonshëm të digitalizimit të sistemit të drejtësisë. Ky projekt do t'i bashkangjitet projektit të Shqipërisë Digjitale në kuadër edhe të 100 vjetorit të pavarësisë së vendit. Sfida jon e gjithë ekipit të Ministrisë së Drejtësisë dhe agjencive të saj është implementimi i të gjitha reformave, implementimi i gjithë saj pakete të ligjesh të cilët ne e miratuam gjatë vitit 2011. Një nga prioritetet e vitit 2012 është digitalizimi i sistemit gjyqësor. Çdo sallë gjykimi do të vendoset sistemi i regjistrimit audio, po ashtu do të vendosen videokamera për të bërë të gjithë procesin transparent dhe lehtësisht të aksesueshëm për publikun, inspektimin, sigurinë e qytetarëve dhe palëve në proces. Ne jemi të bindur se digitalizimi i gjithë aktorëve të sistemit drejtësisë do të sjellë rritjen e transparencës, rritjen e përgjegjshmërisë së aktorëve të drejtësisë ndaj ligjit dhe kushtetutës dhe në këtë mënyrë do të reduktojë nivelin e korrupsionit duke rritur besimin e publikut tek sistemi i drejtësisë. Digitalizimi i noterisë dhe i regjistrit të tokave është një nga sfidat e Ministrisë së Drejtësisë për këtë vit. Do të krijohet regjistri kombëtar digjital i tokës, do të përfundojë nga AKKP procesi i njohjes së pronësisë për subjektet e shpronësuar, do të evidentohen pasuritë e paluajtshme shtetërore dhe regjimi i tyre e tjerë. Janë shqyrtuar dhe kanë përfunduar procedurat